Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të sjellur lajmet më të fundit dhe sekrete që në fakt unë nuk dua t'i besoj. Siç duket, Akili ka filluar që të flet të vërtetat e mëdha. Hatërmbetja e madhe për vendimin që në fakt u mor nga ana e produksionit për ta nxjerrë Akilin nga ferma, sepse unë nuk e kam besuar me thënë drejtën që Akili ka qenë banori më i votuar në atë televotim, do me thënë që publiku vendosi për ta nxjerrë Akilin. Mendoj që ishte një lloj hakmarrje nga ana e Eduardit, sepse Akili nuk e ndoqi atë të ashtu quajturin rregullin e fermës, nuk i respektonte rregullat, nuk dëshironte që t'i bënte lojrat, ishte pak kundër kësaj gjëje. Akili ka filluar që të flet. Tani Akili ka treguar që Instagrami i Mimozës nuk mirëmbahet nga Mimoza. Dhe këtu ka pak një koincidencë interesante. Unë e dëgjova Mimozën duke thënë që Instagramin jashtë e kam kështu, më ndiqni në Instagramin tim tani. Nuk e kuptoj se Mimoza duat ma konfirmoni këtë, se nuk jam në dieni të kësaj gjëje. Ka patur Instagram të mëhershëm, apo ja ka hapur ferma këtë Instagramin. Se unë e di që Mimoza ka patur një Instagram tjetër që e kanë hapur familjarët e saj që e kanë menaxhuar, ndërsa Instagram Mimoza Ahmeti nuk ka patur me sa unë e di. Prandaj dua të marr një konfirmim pak nga të afërmit e Mozës për këtë detaj, sepse nuk dua që të kem një informacion të gabuar, nga që e kam parë Mozën që është drejtuar drejt kamerave, duke thënë që kështu është Instagrami im, më ndiqni në Instagramin tim, ky është Instagrami im. Do të ka qenë një lloj pike interesante ku mua në fakt më hyri, le të themi, deri diku dyshimi nëse Moza ka informacion nga produksioni se sa ka arritur Instagrami i saj. Tani Akili ka tronditur me një deklarat, është deklarat shokuese. Akili, ish banor i edicionit të tretë të fermës VIP, ka ndezur jetit pas një deklarat të fortë gjatë një video live në TikTok, ku pretendon se ka zbuluar detaje nga prapaskenat e formatit Ferma VIP. Sipas tij, ai ka parë një cop letër, dëgjoni mirë, ku ishte i shkruar i gjithë zhvillimi i programit deri në finalen e madhe. Do të thënë ky zhvillim është bërë me një herë sa ka ndodhur gjërat, që do të thënë Moza filloi që të merr imazhin e madh, filloi që të bëhet personazhi më i ndjekur, etj, etj. Tani, në këtë skenar të supozuar përmendet edhe fati i një prej banoreve më të komentuara, që në këtë rast bëhet fjalë për Mozën. Te ky shkrimi thuhet kështu: Akili deklaron se Mimoza Ahmeti do të humbas një sfidë dhe do të eliminohet pak para finales. Ai shton se ky vendim sipas tij është strategjik dhe lidhet me nevojën për të rritur audiencën në momentin kyç të programit. Por nuk mbaron me kaq. Ish banori foli edhe për zhvillimet romantike brenda fermës, duke konfirmuar se Ola dhe Adioni kanë bërë një hap të rëndësishëm në lidhjen e tyre, duke u fejuar. Sipas ty, ky veprim i ka dhënë fund zërave dhe dyshimeve që qarkullonin rreth tyre. Deklaratat e Akilit kanë shkaktuar reagimet menjëhershme në rrjet, duke ndarë fansat mes atyre që besojnë versionin e tij dhe atyre që e shohin si një përpjekje për vëmendje. Tani unë mendoj që fillimisht një herë që kjo gjëja që ka thënë Akili nuk është një përpjekje për vëmendje për Akilin, sepse po ta analizojmë mirë rrugën e ngjarjeve si shkojnë në ferm, do me thënë Sara merr informacione nga jashtë, edhe e thot publikisht që ka marrë informacione në dhomën e Agait për ferma klabin etj, etj, etj. Në anën tjetër, kemi Sonin që merr informacione nga jashtë dhe Soni, gjithashtu kemi dhe fermerët e tjerë që në fakt janë pak në një mbështetje më të madhe nga vetë Agai për këtë rrugtim. Unë uroj me zemër që mos t'i bëhet kjo padrejtësi Mimozës, sepse jemi mësuar në formate të tilla të shohim dhe kështu padrejtësi. Unë mendoj Mimoza është duke dhënë me mishe me shpirt, lufton aty brenda dhe në një farë forme është duke ngritur këtë format, mos ishte Mimoza s'do kishte pa kush njeri ferma VIP këtë vit, sepse nuk janë fermer që të tërheqin, dhe mua do të më vinte shumë keq në qoftë se padrejtësia do t'i bëheshte Mimozës në fund. Ne dim shumë bukur jashtë se Mimoza është më e preferuara, Mimoza duhet ta fiton këtë çmim dhe Mimoza duhet të jetë në piedestalin më të madh. Dhe t'ia bësh Mimozës këtë padrejtësi për një interes tëndin, mua më duket
amatore dhe më duket humbje besimi tek publiku. Tani ferma, në qoftë se ka ndërmend të vijë dhe vitin e ardhshëm, duhet të krijon besimin e publikut dhe çmimi i jepet atij apo asaj që publiku e do, dhe në këtë rast është mimoza ajo që e do publiku. Nëse dëshiron që të marrësh vota dhe vitin e ardhshëm, që ti merr 3 fisha të vota, duhet japësh atë që e do publiku. A në qoftë se ky është një skenar i shëmtuar, që mimoza të humbas sfidën dhe të shkoj kok më kok me një banor të fortë për të mbledhur vota, edhe këtë e kemi parë është bërë, okay, ajo gjë do të ndodhë, unë e pres një përballje kok më kok të mimozës me dikë tjetër. Por jo të bëhet pa drejtësi që mimoza të del nga ferma, se atëherë jam i bindur që të gjithë shqiptarët do të ngrihen në protest për fenomenin mimoza, për ta mbajtur aty brenda, se që nga momenti i hyrjes, vetëm mimozat më thënë ka arritur mbi 5 milion shikime në këtë fermë, që ato janë të gjitha lekë në fund të ditës, se çdo shikim paguhet. Dhe për këtë gjë, deklarata e Akilit nuk më duket deklarat kot, më duket deklarat me vend, nuk më duket Akili njeri që jep deklaratë të kota, unë e njoh dhe personalisht e kam intervistuar, por mendoj që loja do të luhet pak e çuditshme sepse formati do të dëshiron të bën namin, por mendoj që mimoza nuk e meriton që të del nga ferma.